Zgjedhjet do të mbahen më 7 qershor, partitë veç se i kanë bërë publike listat e tyre. Hajde ndalemi dhe i analizojmë 10 shenjë e parë të lëvizjes vetëvendosje, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, pra dallimin e listës të vitit 2025 dhe listën e tashme. Tek lëvizja vetëvendosje nga numri 1 e deri tek numri 10 janë po të njëjtit kandidat dhe asnjëri prej tyre nuk i është ndryshuar renditja. Tek Partia Demokratike e Kosovës disa nga kandidatët janë të njëjtit, disa që kanë ndryshuar janë Përparim Gruda zë vendin e Enver Hoxhaj, Arjan Tahiri zë vendin e Arben Mustafës, derisa Mustafa zë vendin e Eman Rahmanit, si dhe Enver Hoxhaj zë vendin e Kujtim Gashit. Derisa te top 10-shja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, vetëm Doarsa Kica Xhelili dhe Lutfi Haziri kanë renditjen si më parë, ndërsa të tjerët të ndryshëm, përfshirë edhe vetë kreun e kësaj partie Lumir Abdigjikun, duke lënë Vjosa Osmanin t'i pri kësaj liste. Por te kjo 10-shë mungojnë 2 deputetët e kahmotshëm, Abdullah Hoti dhe Hykmete Bajrami, gjersa edhe te Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kryetari në ikje Ramush Haradinaj nuk do t'i pri listës dhe do të jetë jashtë top 10-shës. Shumica prej kandidatëve të kësaj liste janë të njëjtit, por 3 që kanë ndryshuar janë Ardian Gjini zëvendëson Ramush Haradinaj, Burim Ramadani zëvendëson Palekaj, Avni Arifi zëvendëson Gani Dreshajn. Se çfarë rezultati do të sjellin këto lista të reja, mbetet të shihet pas 7 qershorit.